Dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Sot është 5 maj, dita e dëshmorëve, dhe në këtë ditë u zhvilluan homazhe tek varrezat e dëshmorëve në Lushnjë. Drejtuesja politike e Qarkut Fier Belinda Balluku theksoi se 28.000 dëshmorët e Atdheut mbeten një udhërrëfyes i përhershëm për brezat. Me rastin e 5 maj, ditës së dëshmorëve të Atdheut, në Lushnjë u zhvilluan homazhe në varrezat e dëshmorëve, ku përfaqësues të institucioneve dhe qytetar nderuan të rënët për lirinë e vendit. Në ceremoninë përkujtimore morën pjesë kryetaria e bashkisë Riselda Sefa, drejtuesja politike e Qarkut Fier Belinda Balluku, ministri i financave Petrit Malaj, deputetët Elton Korreshi, Kiduina Zaka dhe Asfloral Haxhiu, përfaqësues të policisë së shtetit, veteran, familjar të dëshmorëve dhe qytetar të shumtë. Përfaqësuesit e opozitës nuk ishin të pranishëm. Gjatë ceremonisë u vendosën kurora me lule pranë obeliskut dhe më pas u zhvillua parakalimi përpara varreve të dëshmorëve. Vasilika Gjergji, kryetare e organizatës së dëshmorëve, tha se dëshmorët dhanë jetën e tyre për lirinë që ne gëzojmë sot. Dëshmorët janë një kur themeli për Shqipërinë e re dhe demokratike. Ata janë bijtë dhe bijat më të mirë të popullit tonë. Ata dhanë jetën e tyre për një ditë si kjo e sotmja që ne gëzojmë. Në fjalën e saj, Belinda Balluku theksoi se 28.000 dëshmorët e Atdheut mbeten një udhërrëfyes i përhershëm për brezat, duke nënvizuar rëndësinë e unitetit dhe përkushtimit për zhvillimin e vendit. Sot përulemi me respekt dhe mirënjohje në kujtim të qindra mira burrave dhe grave, vajzave dhe djemve, të cilët dhanë jetën për lirinë e Atdheut, për dinjitetin e vendit tonë. 28.000 dëshmorë, të cilët sot dhe për herë do të mbeten një udhërrëfyes për sakrificën që ata bën dhe për të na treguar një herë mirë se Shqipëria për ne është vendi ku kemi lindur, është vendi për cilin duhet punojmë dhe mbi të gjitha duhet jemi të bashkuar. 5 maj përkujton sakrificën e atyre që dhanë jetën për lirinë e Shqipërisë, ndërsa ceremonitë të tilla shërbejnë si një moment reflektimi dhe mirënjohjeje ndaj historisë dhe kontributit të tyre. Deputeti i Partisë Demokratike Semir Korreshi foli në kuvent për rrugët në Lushnjë, që sipas tij po marrin jetë. Ai gjithashtu foli edhe për gjendjen e ekipit të futbollit Lushnja dhe për arsimin. Rrugët e Lushnjës, sidomos javën e fundit, janë përgjakur nga aksidente që pothuajse kanë ndodhur çdo ditë, duke lënë pas viktima të plagosur, dëm me materiale dhe trafik. Deputeti i Partisë Demokratike Semir Korreshi ka ngritur shqetësimin në kuvent për gjendjen e rëndë të infrastrukturës rrugore në Lushnjë, duke i cilësuar ato si një rrezik të vazhdueshëm për jetën e qytetarëve. Sipas tij, disa segmente, konkretisht në zonat problematike si pushimi i shoferit dhe kthesa e savrës, janë kthyer në kurthe vdekjeje për drejtuesit e mjeteve. Nëse ka një aks rrugor që ka mbi 10 të vdekur, është pushimi i shoferit në Lushnjë. Në qoftë se ka një aks bashkë me kthesën e savrës, 10 të vdekur. Veprën e artit e kemi aty, na mëngojnë 2 rruga nësore. Nuk janë tunel llogaraje, nuk duhen shumë lek. Duam shumë pak lek. Por që kurse në jetë dhe i them shokut Karakaç, qoftë se s'është ministër vetëm me letra, t'i harxojnë po patën lënë para arsit e ti në i lekat me në i sultar, ka në rrunë i zarf pa marë, që vetja hedhi rrugë vendësore në Lushnjë. Gjithashtu e përmendi edhe gjendjen e ekipit të Lushnjës, që për herë të parë ka rënë në kategorinë e dytë. Se t'ja gjore 400 milion lek për të Lushnjën, e dojnë zorë nga kategoria. Me 400 milion lek, mas 100 vjetës Lushnjës që dalë e kategorit 3, mas 400 milion ne për të hangë fara gjithë bashkia, por t'i bërë lek rrushe kumla, me ato mund t'ishim marrë lek gjithë
ata që përmytën, gjithë ata që preku serat që i preku ngrica, edhe mund të ishin pastru gjithë kanalet e Myzeqes me ato lekë që shku për kategori 3. Më pas, ai kritikoi dhe situatën në sektorin e arsimit në këtë zonë, duke deklaruar se shumë shkolla në Lushnjë përballen me kushte të papërshtatshme higjieno-sanitare dhe mungesë investimesh. Thua që kemi bërë shkolla, kemi bërë investime, kur shkollat e Lushnjës janë me banjot e fiku dhe kanë mutin gjut, jure pat live-un e tregova fotografi s'ka gjë, herë nuk ja u sjell dot për mutin me video, ja u sjell prapë të themare. Ishte në gjut. Në gjithë shkollat, po ti shko pastroj në qëse do të them në parlament. Shko pastroj se nuk mundet rrinë në të lloj gjendje njerëzit, fëmijët. Jo, nuk mundet rrinë. Qoftë se qeket të njurti, po ata prindë që i qojmë ata fëmijët atje, pse nuk u të njohkan? U përkujtua sot 5 maj në Fier, u vure mungesa e kryebashkiaku të Fierit Subashi në ceremoni. Është përkujtuar sot edhe në Fier 5 maj dita e dëshmorëve në nderta e tyre që dhanë jetën gjatë luftës nacional çlirimtare. Në ceremoninë përkujtimore morën pjesë autoritetet më të larta vendore, si dhe deputetë të qarkut Fier të Partisë Socialiste. Të pranishëm ishin edhe drejtuesja politike e Partisë Socialiste për qarkun, Belinda Balluku, deputetët Ramion Kurti, Antoneta Dhima dhe Erjo Mile, familjar të dëshmorëve dhe përfaqësues të drejtorisë vendore të policisë, të cilët në ritmet e bandës frymore të qytetit vendosën buqeta dhe kurora me lule pranë obeliskut kushtuar dëshmorëve. Ndërkohë në këtë aktivitet u vure mungesa e kryebashkiakut të Fierit Armando Subashi. Në fjalën e tij, kryetari i shoqatës së familjeve të dëshmorëve dhe veteranëve të luftës në Fier, Sokrat Ikonomi, e vlerësoi 5 majin si një ditë që përkujton dëshmorët dhe sakrificën e tyre për lirinë e vendit. Në prononcimi për mediat, drejtuesja politike Belinda Balluku ka pohuar se 5 maj është një ditë që shkon për tej të majtës e të djathtës, ndaj ka theksuar rëndësinë e reflektimit të opozitës, e cila prej vitesh mungon në këtë ditë të shënuar. Teksa ka mohuar zërat për krisje të marrëdhënieve me kryebashkiakun Armando Subashin, të cilin e ka konsideruar aset të Partisë Socialiste. Nuk ka asgjë më të rëndësishme, më të çmuar, më të vyer se Shqipëria. Ndaj në ditë si këto, përveç përkujtimit që ne përulemi para këtyre dëshmorëve, ata përçojnë këtë mesazh tek të gjitha brezat dhe puna që sot e kësaj dite vazhdon dhe bën shoqata e dëshmorëve të kombit për të mbajtur gjallë këtë flak të sakrificës të 28.000 dëshmorëve është me të vërtet për të respektuar dhe për të përçuar nga brezi në brez. Në fjalën tuaj përshëndetje, po thua që kjo është një ditë që shkon për tej të majtës dhe së djathtës, por ka vite që opozita nuk i bashkohet kësaj dite. A ka kohë për reflektim? 5 maj është dita e dëshmorëve të Adheut dhe si e tillë ata dhanë jetën për Shqipërinë dhe Shqipëria është e të gjithëve. Shqipëria nuk ka ndasi politike, Shqipëria nuk ka ndasi krahinore apo as të fesë. Kështu që kjo është një ditë që duhet respektuar nga të gjithë, kjo është një ditë që duhet mbajtur në zemër nga të vjetër, të rinj. Kjo është një ditë që nuk mund të ndahet as nga politika, kështu që patjetër duhet jetë një ditë reflektimi dhe gjaku i dëshmorëve qoftë përbashkues gjithmonë. Armando sot ka një detyrë, prandaj këtu ndodhen 4 nënkryetarë, të cilët janë nënkryetarët e bashkisë të Armandos dhe jo, nuk ka asnjë krisje. Unë me Armando Subashin jemi shok të vjetër. Nuk na ka lidhur detyra ime në Fier, na ka lidhur Partia Socialiste herët, shumë herët, madje nuk e di ka qenë 2007 apo pak më vonë. Kemi kaluar bashkë momente të rëndësishme si greva Auris apo fushata elektorale. Armando është një aset i Partisë Socialiste dhe nuk krisemi ne socialistët. Edhe këtë vit, opozita nuk ju bashkua ceremonisë në nder të dëshmorëve. Presidenti Begaj dhe Kryeministri Rama zhvilluan homazhe në varrezat e dëshmorëve në ndërim të rinjve e të rejave që dhanë jetën për atë dheun. Në ditën e dëshmorëve të atë dheut më 5 maj, Presidenti Bajram Begaj dhe Kryeministri Edi Rama zhvilluan homazhe në varrezat e dëshmorëve. Ata vendosën kurora me lule pranë monumentit nën Shqipëri, duke nderuar sakrificën e të rënëve për liri. Kjo ditë përkujton 5 majin e vitit 1942, kur u vra nga fashistët Qemal Stafa, një nga figurat simbol të rezistencës antifashiste në Shqipëri.
Tradita e nderimit të dëshmorëve daton që para krijimit të shtetit shqiptar, kur kujtimi i tyre përcjellej përmes këngëve epike dhe rrëfimeve brez pas brezi. Megjithatë, vetëm pas luftës antifashiste nacional çlirimtare u vendosën bazat ligjore për trajtimin e tyre. Në vitin 1945 u miratua ligji i parë për shpërblimin e familjeve të dëshmorëve, ndërsa në vitet 60 u konsolidua më tej statusi dëshmoria dheut dhe u ndërtuan varrezat përkujtimore në të gjithë vendin, përfshirë kompleksin në Tiranë. Pas ndryshimeve politike të viteve 90, statusi pësoi ndryshime, ndërsa në vitin 2000 u miratua ligji aktual që përfshin dëshmorët e të gjitha periudhave historike, përfshirë dhe ata të rënë në konfliktet e fundit në Shqipëri dhe Kosovë. Ceremonia e sotme shërbeu si një moment e reflektimi dhe respekti për sakrificën e atyre që dhanë jetën për lirinë dhe pavarësinë e vendit. Një studim i publikuar në Nature Human Behavior tregon që shqiptarët janë autokton në Ballkan prej të paktën 14.000 vitesh. Një studim i ri publikuar në Nature Human Behavior po hedh dritë të re mbi origjinën e shqiptarëve, duke zbuluar një vazhdimsi të fortë gjenetike që nga epoka e broncit deri në ditët e sotme. Studimi kundër bashkëautorët është dhe studiuesi shqiptar Gjergj Bojaxhiu, është realizuar nga një ekip ndërkombëtar kërkuesish nga Universiteti i Oxfordit, nga Universiteti i Tel Avivit dhe Universiteti i Ohios. Ata analizuan mbi 6.000 mostra gjenetike të lashta dhe 10 genome nga shqiptarë të sotëm. Rezultatet tregojnë se shqiptarët kanë lidhje të drejtpërdrejta me popullsitë e lashta të Ballkanit Perëndimor, duke dëshmuar një prani të pandërprerë në këto troje për mijëra vite. Sipas studiuesve, terreni malor ka ndihmuar në ruajtjen e kësaj vazhdimësie, duke kufizuar ndikimet e jashtme. Një zbulim i rëndësishëm lidhet me një person që mendohet se ka jetuar gjatë shekujve 90 në Shtik, i cili rezulton gjenetikisht shumë i afër me shqiptarët e sotëm. Ky rast konsiderohet si një nga provat më të hershme të lidhjes direkte me popullsinë aktuale shqiptare. Megjithatë, studimi evidenton dhe ndikime të pjesshme nga popullsitë e Evropës lindore gjatë mesjetës, të cilat përbëjnë rreth 10 deri në 20% të përbërjes gjenetike. Këto ndërveprime përputhen edhe me ndikimet gjuhësore, veçanërisht me huazimet nga gjuhët slave. Në përfundim, studiuesit theksojnë se shqiptarët përfaqësojnë një nga shembujt më të qartë të vazhdimësisë gjenetike në Evropë, duke ruajtur identitetin e tyre përmes shekujve, pavarësisht lëvizjeve dhe ndryshimeve historike në rajon. Shpërthen fabrika e fishek zjarreve në Kin, duke shkaktuar 26 të vdekur dhe 10 të plagosur në provincën Hunan. Pamje dramatike vin nga Kina, ku një shpërthim i fuqishëm në një fabrik fishek zjarresh ka shkaktuar 26 viktima dhe 61 të plagosur, duke ngritur pikpyetje të shumta mbi shkaqet e tragjedisë. Ngjarja ndodhi në provincën Hunan, ndërsa autoritetet ndërhyn menjëherë duke evakuuar banorët në një rreze prej 3 kilometrash nga zona e shpërthimit, për shkak të rrezikut të lartë. Rreth 500 punonjës të emergjencës u angazhuan në operacionet e kërkim shpëtimit, ndërsa për lokalizimin e personave të mbetur në rrënoja u përdorën drone dhe robot. 7 persona u arritën të nxiren gjallë nga gërmadhat. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e shkaqeve, ndërsa ndaj drejtuesve të kompanisë janë marrë masa paraprake, sipas mediave shtetërore. Brenda kompleksit ndodheshin edhe 2 depo me barut, çka e shtoi rrezikun për shpërthime të tjera, duke detyruar ekipet të ndërhyjnë me hedhje uji për neutralizimin e zonës. Shpërthimi ka shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe ishte aq i fuqishëm sa theu xhamat e ndërtesave përreth, duke tronditur komunitetin lokal dhe duke vënë në pa nevojën për masa më të forta sigurie në industri të tilla. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.